Kështu pra mbyllet kampionati i 44 kombëtar i futbollit me fitoren e Dinamos në kuotën e 50 pikëve. Partizani 49 pikë në vendin e dytë, duke qenë skuadra që shënoi më tepër gola 56 dhe më tepër fitore 20. Fitore ka shi 19 të Dinamos. Bozhiqi në drejtim të Ferkos. Shmankolën, pastaj fton Vatën, ja dhe Gjergji. Stafa. Top në qendër, te përgjat, i zbuluar Shabazi, ka gjuar rreth sipër, shtyll gol. Ekipi Dinamos ka realizuar tani golin e parë në minutën e 38 të pjesës parë të takimit. Ishte një top i gjatë, siç do ta shikoni dhe në përsëritje, nga Stafa në drejtim të zonës Repsis, mbrojtja Lezhiane, ja dhe një herë përsëritja, Elat Lir Abazin, i cili gjuajti sakt me sipër, topi u vërptas në shtyllën pingule dhe në rjet pra 1-0 për Dinamon. Tani në minutën e 38 të pjesës parë takimit, autori golit Abazi, Demolari, Tahiri, pastaj Abazi, përsëri Demolari, një diagonale sakt në drejtim të Ferkos, që ndiqet nga Kalaj. Ferko, top në zonë, ja tani Gjergji ka gjuajtur dhe goli i dytë për ekipin e Dinamos. Pra ka kaluar akoma 2 minuta. Ja në përsëritje, Abazi ja dhuron mjaft mirë topin Gjergjit, që nuk heziton, gjuan dhe përshëndet për herë të dytë rjetën e Birqes. Dhe më së prokurimin e Demolarit dhe goli i parë. I shumë pritur ku golin nga lojtarët e Dinamos, i paralizuar në fundi ajo që pritur për Dinamo. Në minutën e 5, si shtam, po ngushtroi gjithë më shumë rrëfimi i Dinamos dhe atë që bën lojtarët e Dinamos të fillim. Ja një rezultat, Apollonia Lokomotiva, dhe ndërkohë Demolari ka shënuar për Dinamon, në një kohë kur ne po shikonim tabelën elektronike, ku Lokomotiva kishte shënuar golin e dytë të thirr, Demolari ka shënuar për ekipin e Dinamos. Befasohet tani flamurtari, kur jemi në minutën e 42 pjesë parë. Ja ta shikojmë një herë përsëritur. Demolari, një gjuajtje nga pozicioni vështirë, i mbuluar me mbrojtës dhe harin të shënojë një gol me të vërtetë bukur. Pra në minutën e 42 ekipi Dinamos e sheh veten në avantazh. Demolari, autori golit. Vazhdon pra një endje gjatë pasimesh të kufitës Rosej, më së fundi Demolari dhe arrin të shërojë golin e parë Dinamoja me anë të Abazit. Befasohet bëjtë e Shkodrane, e pikërisht një aksion i tillë e befasoi, kur topi u kalua me njerë brenda zonës. Top në zonë dhe Vata ka shënuar golin e parë. Dinamo 1 e Luftëtari 0, minuta e 4 të pjesë parë, Vata ka shënuar për ekipin Dinamovit me kokë. Doli pambuluar pas këtij krosimi, pas kësaj goditje, gjë që dëshmon për epërsinë pa diskutueshme në këtë çaste. Ja tjetër kros dhe Abazi ka shënuar golin e dytë. Ilir i pambuluar përsi Abazit e përton në rast të mbrojtjes Gjirokastrite dhe shënon mjaft mirë për ekipin e Dinamos. Pra minuta e 8, Dinamo 2 dhe Luftëtari 0. Shumë shpejt Dinamo korrigjon atë që nuk e bëri dot në pjesën e parë, brenda 8 minutash arrin të realizoj 2 herë me kokë, një herë Vata në minutën e 4 dhe tani Abazi në minutën e 8 pas krosit të bërë nga Krahimajt. Dinamo me këtë rezultat është shumë pranë golit të tretë dhe 3 pikëshit. Një 3 pikësh që kuptohet do ta shpinte Dinamon drejt titullit kampion, duke shkëputur mjaft nga Partizani. Ja dhe njëherë shikojmë golin e dytë për Dinamon, krosin e Koves, dhe realizon pa vështirësi Abazi. Të hysi dhe Çabeliu. Top në zonë, tjetër moment i rrezikshëm dhe ka shënuar përsëri Dinamo me anë të Abazit, është Noga.
është Noga, goli 3. Në tani ishë me 33 pikë dhe ndjekë si mirë rrezikshëm për të është dhe Partizani. Ndërkohë që loja ka filluar, skuadrat e kanë filluar lojën pra me këto formacione: Dinamo, Strakosha, Noga, Stafa, Kove, Vata, Canaj, Briza, Ferko, Abazi, Tahiri dhe Demolari. Ndërkohë Tahiri është vijës fundore, goditje e parë nga këndi e fillon me mjaft entuziazëm Dinamo, takimin me Apollonin. Ndërsa në stolin e rezervave për Apollonin në Aslani, Poçi, Nuredini, Bare dhe Nakici, trajneri i ekipit Vangel Capo. Pra goditje e parë nga këndi për Dinamo. Në pistë Tahiri. Goditje bukur Abazi dhe ekipi Dinamos ka kaluar në avantazh. Pra pa kaluar 2 minuta, ekipi Dinamos me anë të Abazit ka shënuar golin e parë. Goditje e këndit shumë e bukur. Abazi ndërmjet të shumë mbrojtësave tjera në këto qaste, pra në minutën e parë të takimit ja dhe njëherë. Goditje e këndit Abazi ndërmjet të 3 mbrojtësave Pirak arrin të konkludoj. Dinamo 1 e Apollonia 0 në minutën. Tahiri. Vata, pastaj Abazi dhe porta e Apollonis ka shpëtuar për mrekulli gjatë për Dinamon. Ja tani Demolari. Krossi bukur i Demolarit për në zonës. Përfiton Briza për një moment nga i pasim gabuar e mbrojtësja dhe Canaj, goditje fuqishme ti dhe jashtë. Për tek Ferko. Ja tani dhe Briza ka gjuajtur dhe jashtë. Një tjetër gjuajt e bukur e futbollistit dinamovit të Briza. Ja tani Briza. Tahiri. Krossi bukur Abazi dhe pret të shkëlqyshëm portieri Stefa. Përsëri Vata. Abazi. Ja tani Briza ka mundësi të rrezikojë Dinamo. Briza i shkëputet. Gjeti shumë e bukur e rrezikon. 2-0 për Dinamon. Tani kur duan edhe 2 minuta të fundoj ndeshja, pra pas një pauze të gjatë, në një kundërshtim të rrallë, një kombinacion i bukur ndërmjet Brizës dhe Abazit, që finalizohet me sukses dhe në një pozicion tepër të vështirë nga Briza. I lutemi regjistë të rishfaqë dhe njëherë në mënyrë të përsëritur, ja dhe njëherë pra. Abazi ka kombinuar me Brizën. Briza bën një shkëputje, dhe du vetëm një pozicion të vështirë, Gjornet Majten e ka për Stefan të papërgatitur. Përshëndet sekretari i Federatës Shqiptare të Futbollit Edmondi Laveri, i cili dorëzon kupën kapitenit të Dinamos, Suleman Demolari. Labinoti fiton 2-1 ndaj Tomorit. Ja dhe Demolari pra i përshëndetur nga Mira e Mira Sportdashës të Dinamos këtu në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, që e ka shoqëruar atë nga java në javë, duke inkurajuar nga fitoria në fitore. Pra fitoria 15 kjo për skuadrën e Dinamos, natyrisht fitore merituar, drejtuar mjaft mirë nga trajneri Bekush Birçe dhe Vasilaq Zëri. Pra mësuam 2 rezultate: Luftari 2, Lokomotiva 0, Labinoti 2, Tomori 1. Nuk dim rezultatin në kavaj, ndoshta Besa Beslidhja, gjithnjë 1-0 apo mund të ketë barazuar Beslidhja. Për të mësuar pra skuadrën që do të zbresin në kategorinë e parë, në kohë që këtu stadiumin kombëtar Qemal Stafa vazhdon entuziazmi i lojtarëve të Dinamos pra në ceremoninë e mbylljes së kampionatit dhe 44 kombëtar të futbollit, ku Dinamo kurorizohet kampione.